Ndërkohë ndalemi tek zhvillimet nga drejtësia ish presidenti Ilir Meta ka bërë rekurs në gjykatën e lartë për ndryshim të masës së sigurisë. Në komunikim të drejtë për drejtë kam kolegen Glidona Daci. Glidona, çfarë bëhet në lidhje me rekursin që ka bërë ish presidenti Meta për ndryshim masa? Sa i takon çështjes së zotit Meta, duhet sqaruar Greta që ai vjen për herë të dytë në gjykatën e lartë sa i takon kërkesës për ndryshim të masës së sigurimit në ngarkim të tij. Edhe më herët gjykata e lartë ka vendosur të rrëzojë të gjitha argumentat të cilat janë dhënë nga ish presidenti i Republikës Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurimit, vendim të cilin po ashtu gjykata e lartë përpos të gjitha argumentave që janë dhënë nga ana e mbrojtjes së zotit Meta sa i takon rekursit të bërë kundër vendimit të 17 korrikut, i cili e la gjykata e posaçme apelit la në fuqi masën e sigurimit arrest në Burg. Zoti Meta pretendon se duke qenë se tashmë ai është marrë zyrtarisht i pandehur, janë komunikuar akuzat zyrtare dhe çështja është në fazën e seancës paraprake, nuk ka përbën rrezik për prishjen e provave dhe po ashtu nga ana tjetër, për shkak të funksionit të tij si presidenti i Partisë së Lirisë, ai duhet të jetë në krye të subjektit politik për të drejtuar edhe elektoratin e tij. Dhe në gjitha këto argumenta që ka dhënë zoti Meta për të bërë të mundur ndryshimin e masës së sigurimit, gjykata e lartë ka vendosur të rrëzojë të gjitha këto argumenta dhe të lërë në fuqi vendimin e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i cili u dha në 17 korrik që la Metën në qeli. Pra praktikisht zoti Meta do të vazhdoj betejën e tij gjyqësore, do të shohim se nëse do të ketë apo jo nga zhvillimit të seancës paraprake sërish kërkesa përballë gjyqtares Irena Gjoka për ndryshimin e masës së sigurimit në ngarkim të tij, pasi Ilir Meta duhet kujtuar që është arrestuar për më shumë se sa një vit ndodhet në paraburgimin 313, i dyshuar për vepra të rënda penale, si është korrupsioni, pastrimi parave dhe fshehja e pasurisë. E qartë Glidona, ashtu siç raportoi gazetarja Glidona Daci, gjykata e lartë nuk liron Ilir Meta, rrëzohet rekursi për ndryshimin e masës së sigurimit.